Historia e plepave është shumë interesante. Grupi i njerëzve që vajten ke plepat, se duhet ta marrim në konsiderat, mos ta bëjmë shumë filozofike, ta marrim në konsiderat. Asa unë ty të marr dhe ti je me shkollë të mesme, dhe të çojnë në magjistratura, të çojnë në shkollë tjetër të jurisprudencës, ti sa do të përpiqesh nuk ke formimin. Kurse ke plepat ndodhi diçka tjetër. Ti ishe një inxhinier, ti ishe një matematicien, ti ishe një mësues dhe u çove atje. Kishe formimin në përgjithshëm, e kishe shumë më të mirë se ai i gjimnazit, mbarove shkollën e plepave, por kur e pan që e kishin shkelur nga tëra anët, çfarë bën? Ju thanë, juve që të vazhdoni punën, duhet të vazhdoni drejtësinë. Edhe të gjithë ata kanë mbaruar fakultetin e drejtësisë më pas. Kurse sot që flasim, ka pasur student të plepave, po i themi student, po kursant si duhet të ta quajmë, që bën karrierë shumë të mirë në drejtësi. Edhe ishin gjyqtar dhe prokuror të shkëlqyer. Nuk është ai problemi. Problemi ishte ke mendësia. Problemi është ke fakti që ne mendonim që vazhdonim të mendonim që prokuroria dhe hetuesia është drejtësia në këtë vend, se kështu na e kishin thënë më parë. Punojnë si sigurimi i shtetit, hetuesi. Gjykata vetëm formalizonte. Gjykata vetëm formalizonte dhe ishte kjo teori. Që mos vazhdojmë më tej. Fakti që kishim një background të tillë nga Bashkimi Sovjetik, fakti që kishim një mentalitet të tillë si popull që prokurori është kryesori, ose hetuesi është kryesori, ne gjithmonë e neglizhuam gjykatën. Dhe ku vim? Vim sot në një dëshirë të madhe për të patur një sistem drejtësie të reformuar, por një dështim total. Një dështim total sepse u ndërhy masivisht pa menduar dhe pa kuptuar se çfarë do të ndodhte. Në rast se unë dua të rregulloj mobiljet e shtëpisë dhe dua të ndroj tëra mobiljet e shtëpisë, se them janë të vjetra, nuk bëjnë më, nuk më mbajnë më bukën, kërcasin dollapët kur i bëj, dhe nuk kam para, nuk i ndroj dot. Ne çfarë bëm? Shumë e bukur. Nuk menduam për parat dhe tham, mobilje do i ndroj. I morëm i ndorën tëra mobiljet jashtë shtëpie, i hodhëm nga balkoni, i hodhëm nga dritare, dhe kur e lam shtëpinë pa mobilje, s'pas kemi lekë të blejmë të rejat. Edhe ne jemi sot në një shtëpi pa krevat, pa dollap, pa asgjë prej gjeje. Kemi vetëm një komodinë, ajo që është spaku, që thatë ju.